habitem dhe unë se si ka mundësi që ne nuk e kemi trajtuar këtë temën. Është një nga temat më të rëndësishme që na prek të gjithëve, është rrugtimi, janë fazat e rrugtimit. Sepse secili nga ne, të gjithë ju që jeni këtu, të gjithë ne si komunitet, si grup, ne kemi vendosur. Shpirti jon ka vendosur që do ta ndjeki këtë rrugtim në këtë jetë. Dhe ky është rrugtimi i çlirimit të shpirtit, është rrugtimi i hapjes së zemrës, është rrugtimi në një farë mënyre është tamam ai rrugtimi i zgjimit shpirtëror. Janë 7 fazat alkimike që quhen, ose ndryshe unë do ta paralelizoj dhe me një koncept tjetër në fakt, përveç se 7 fazave të zhvillimit dhe transformimit alkimik, kam dëshirë që edhe ta paralelizoj me një koncept tjetër, nuk e di nëse e keni dëgjuar ndonjëherë ose jo, po është koncepti i rrugtimit të heroit. Rrugtimi i heroit është një koncept i sjell nga Joseph Campbell në librin e tij. Ai faktikisht ajo që ka bërë Joseph Campbell është ka studiuar jo vetëm kulturat e lashta, po ka studiuar historit, ka studiuar mitet, ka studiuar tregimet e ndryshme në lidhje me heronjt, dhe ajo që Joseph Campbell ka zbuluar është se një hero në një farë mënyre ndjek një rrugtim të caktuar. Ai ndjek një rrugtim të caktuar dhe i ndodhin disa gjëra në jetë. Dhe këto gjëra që i ndodhin në jetë herojt, Joseph Campbell vuri re se ishin njësoj. Pra, gati njësoj për të gjithë heronjtë e historive nga më të ndryshmet. Ka studiuar mite të ndryshme, pra histori mitologjike, histori të lashta, tregime nga më të ndryshmet, dhe secili nga këta heroj ndiqte një rrugtim të caktuar, rrugtimi i herojit. Dhe secili nga ju është faktikisht është në rrugtimin e herojit. Secili nga ju ndoshta disa nga ju mund ta dëgjojnë këtë gjë për herë të parë, po secili nga ju është në rrugtimin e herojit. Në qoftë se të ka ndodhur diçka në jetë, ka ndodhur një sfidë, ka ndodhur përplasur me diçka, një sfidë qoftë në shëndet, në familje, në karrierë, ose çdo lloj sfide që ka në një farë mënyrë ka tronditur realitetin tënd, ka tronditur atë se çfarë ti mendon se je, ose çfarë ti mendon se ke krijuar. Dhe je këtu tani, secili nga ne është në faza të ndryshme të zhvillimit, sepse shumë nga ju keni 4 vite që më ndiqni, po gjithmonë nis me një sfidë. Po tani çfarë është kjo? Çfarë është ky rrugtimi i heroit? Çfarë janë këto 7 fazat alkimike? Këto janë studiuar faktikisht dhe alkimia, sepse përparimi i njeriut, evolucioni i njeriut, jo evolucion siç ka përshkruar, siç është përshkruar për në sensin evolutiv, po flas për evolucionin e shpirtit, për përparimin e shpirtit, sepse shpirti vjen, dhe po i mbyll një moment komentet. Shpirti vjen në këtë botë, në këtë jetë, për të marrë disa mësime, për të mësuar diçka, për të patur një evolucion të vetin, për të atakuar dhe për të ndjerë dashurinë pa kushte në një nivel komplet tjetër. Dhe për të arsye kalon në disa periudha, kalon në disa faza sfiduese. Dhe secili nga ju faktikisht ndonjëherë unë them gjithmonë, në qoftë se ne kalojmë një sfidë, kalojmë një dhimbje, përballemi me diçka, në qoftë se ti mendon se ajo sfidë ose ajo vështirësi që kalon, në qoftë se ti mendon se nuk ka kuptim, ose në qoftë se ti nuk i jep një kuptim, atëre unë do e quaja një dhimbje të kotë. Dhimbja e kotë është dhimbja e cila është pa kuptim. Dhe kjo është arsyeja përse e vërteta, pas çdo gjë që ne kalojmë, është që ne çdo dhimbje, çdo sfidë, çdo përballje, ne e bëjmë të vlejë atë gjë. Ne e përdorim atë dhimbje, ne e përdorim atë sfidë. Dhe duke e përdorur për të evoluar si shpirt, duke e përdorur për të hapur zemrën pak më shumë, duke shëruar shpirtin pak më shumë, ajo që ti bën i jep një kuptim. Dhe në momentin që i jep një kuptim, atëherë dhimbja nuk ka më vuajtje. Dhe ajo kthehet në përparim, kthehet në forcë, kthehet në fuqi. Dhe aty ai është çasti që ti futesh në rrugtimin e herojit.
në rrugtimin për të bërë mjeshtër i jetës tënde. Dhe 7 fazat alkimike janë faza të cilat janë koncepte shumë të lashta, shumë të vjetra, aq të lashta sa janë diskutuar janë përmendur në Egjiptin e lashtë, janë përmendur në Greqinë e lashtë, pra janë koncepte të cilat janë diskutuar edhe nga filozofët nga më të mëdhenj, gjithashtu janë diskutuar edhe nga Carl Jungu, i cili ka botuar në vitin 1944 librin e tij Psikologjia dhe Alkimia, dhe sipas Carl Jungut, faktikisht ajo që ndodh është se ka një paralelizim. Shumë nga ju ndoshta konceptin alkimi, alkimin ju e njihni ndoshta si ai termi i kthimit të atyre metaleve të rënda, apo mbeturinave, metaleve që kanë ngelur si mbeturina, kthimin në ar. Dhe shumë në kohët e lashta janë përpjekur që të kthejnë këto metale të rënda, të kthejnë në ar nëpërmjet procesit të alkimisë. Dhe Carl Jungu përmend faktikisht dhe thotë se ky nuk është një proces që ka të bëjë vërtet me metalet e rënda, apo nuk ka të bëjë vërtet me arin. Carl Jungu thotë se ky proces rafinimi ka të bëjë me shpirtin. Pra procesi alkimik ka të bëjë me pastrimin e shpirtit, pastrimin e zemrës. Dhe që ne përmendim gjithashtu dhe pastrimi, çlirimi i sistemit nervor, pastrimi nga e kaluara, çlirimi nga bllokimet, nga besimet kufizuese, hapja e zemrës. Dhe ky është një proces i thellë alkimik që ndodh. Dhe heroi futet në këtë proces alkimik, sepse shpirti jot, në momentin që ti ke ardhur në këtë jetë, shpirti jot ka vendosur që të përparoj. Ka vendosur që të mos qëndroj aty ku është, por ka vendosur të përparoj, ka vendosur që unë do vi në këtë jetë dhe në këtë botë, në këtë jetë, unë do kuptoj, do kaloj disa gjëra në jetë, dhe këto gjëra në jetë do më bëjnë të kuptoj që as edhe një gjë jashtë meje nuk më përcakton, që as edhe një njeri, as edhe një ngjarje nuk ka fuqi mbi mua. Po unë do mësoj që të gjithë vëmendjen, të gjithë energjinë ta marr sërish tek vetja dhe të kuptoj se realitetin, gjithçka që unë krijoj e krijoj nga brenda jashtë. Gjithçka që unë krijoj e krijoj nga brenda jashtë dhe gjithë fuqia është brenda meje. Prandaj për këtë arsye, rrugtimi i heroit e çon heroin të përballet me disa sfida dhe do ju them cilat janë fazat. Pra këto janë 7 fazat alkimike dhe ky është një rrugtim, këto janë rrugtime që janë përmendur që në kohët e lashta. Pra, zhvillimi personal nuk ka lindur tani, zhvillimi shpirtëror pra nuk ka lindur tani, po është që në kohët e lashtësisë. Njerëzit studionin, shikonin formula, se si të çlironin shpirtin e tyre, se si të hapnin zemrën e tyre. Këto janë dhe i shkruanin pastaj në formën e teksteve me alegori të ndryshme. Pra në një farë mënyre tekste kriptike që nuk kuptoheshin nga masa, nga populli, dhe janë sekrete në fakt. Janë vërtet sekretet alkimike. Dhe ne që kjo punë që ne po bëjmë ka të bëj me zbulimin e këtyre sekreteve alkimike, me përdorimin e kësaj formule të lashtë për çlirimin e shpirtit, për hapjen e zemrës. Në qoftë se keni dëgjuar për gurin filozofik. Çfarë është guri filozofik? Guri filozofik është hapja e zemrës, është ndriçimi i shpirtit, është çlirimi i shpirtit. Guri filozofik është ai momenti kur ti bëhesh mjeshtër i realitetit, kur ti mundesh, ke aftësinë e plot që nuk ndikohesh më nga realiteti, po ti e krijon realitetin. Ti e manifeston realitetin. Gjithçka rreth rreth teje krijohet. Ashtu si ti fillon ta imagjinosh, ta ndjesh, ta perceptosh. Pra është manifestim live. Ky është guri filozofik. Dhe për këtë kanë studiuar të lashtët, madje vetë në shkencëtar, kimist, fizikant, matematicien, jo vetëm filozof, e kanë studiuar. Kanë studiuar të gjitha fazat e zhvillimit të shpirtit. Dhe pra nuk është diçka që thuhet tani, por është diçka që është thënë me shekuj dhe njerëzit e kanë ditur se në çfarë fazash kalon shpirti i tyre për të zhvilluar. Dhe prandaj besoj që shumë e rëndësishme ta diskutojmë edhe bashkë këtë temë, pasi të
të gjithë ju që jeni këtu, kaloni në për ato faza. Dhe është shumë faktikisht shumë nga ne ndonjëherë kalojnë në disa faza dhe nuk e kuptojnë se ku janë, ngecin ndonjëherë ose përjetojnë diçka negative, e bëjnë punën, e bëjnë meditimet, pastaj përjetojnë diçka tjetër, edhe nuk din se si ku jam me këto faza, përse çfarë po ndodh. Dhe në momentin që ju i dini këto faza dhe keni një hartë pak a shumë, kjo është si një hartë për të gjithë ata të cilët shpirti i tyre është zgjuar dhe është në rrugtimin e përparimit. Dhe shumë njerëz, shumë veta për shembull, futen në rrugtimin e hapjes së zemrës, në rrugtimin e çlirimit të shpirtit, futen nga një sfidë e madhe. Dhe ka shumë veta të cilët as nuk e kanë idenë e meditimeve, as nuk e kanë idenë e zhvillimit shpirtëror. Por u ndodh një sfidë, u ndodh një sëmundje, u ndodh një diçka e papërballueshme, të cilën në një farë mënyrë të rrëzon çdo lloj gjëje që ti kishe menduar më përpara. Dhe kjo është faza e parë. Unë i kam shkruar këtu, po janë duke në mbrapsht. Gjithsesi do i fotografoj dhe u dërgoj te grupi. Dhe është pikërisht rrugtimi që kanë nisur dhe edhe pjesëmarrësit e trajnimit, sepse te trajnimi që kemi 6 javor, unë këto faza përpiqem që ti përshpejtoj akoma më shumë. Normalisht secili ka mos e mendoni që unë tani këto fazë duhet ta përshpejtoj apo duhet ta nxjis apo duhet merreni jepini vetes, mos e gjykoni veten, mos e çdo lloj faze ku ju jeni mos e gjykoni veten. Po njëkohësisht është e nevojshme që ne të dim ku jemi dhe të dim se çfarë mund të bëjmë për të kaluar te faza tjetër, sepse mund të japësh çik gas. Është në dorën tënde, mund të japësh çik gas. Unë e them gjithmonë. Të dish është fuqi. Dhe dituria është fuqi mbi veten, dhe dituria për këto faza, dituria se çfarë mund të bësh për të kaluar nga një fazë tjetër, për të përparuar në rrugtimin tënd, është dhuratë për ty. Kështu që dituria është dhuratë, dituria na mundëson që ne të përparojmë. Normalisht pastaj si thuhet deri tek dera e zemrës të çon mendja, të çon dituria, por derën e zemrës duhet ta hapi shpirti, duhet ta hapësh ti. Atë derë të zemrës nuk e hap as edhe një dituri në botë. Po për të çuar deri aty për të çuar sa më shpejt, për të çuar në mënyrën sa më të sigurt, sa më të vetëdijshme, sa më të lehtë të çon, dia të çon. Sepse mendja zgjerohet, shikon horizonte të reja, fillon edhe eksploron më shumë. Kështu që dia të çon te dera e zemrës, po nuk e hap dot atë. Do të hapësh ti. Atëherë, çfarë ndodh? Cila është faza e parë? Faza e parë është kalçinimi. Kalçinimi. Unë anglisht nuk po i them vetëm në shqip. Në anglisht nëse keni dëshirë mund t'i shikoni edhe vetë. Pra faza e parë alkimike është kalçinimi, dhe çfarë është ajo? Është djegja e substancës, është djegja për të larguar pjesët e panevojshme. Tani çfarë është kjo djegje për të larguar pjesët e panevojshme? Ajo është një sfidë, është një përballje, është diçka që ty të ndodh në jetën tënde. Për disa mund të jetë një sëmundje, për disa mund të jetë një sfidë familjare apo sfidë personale apo një kërkesë e madhe për ndryshim, një lodhje e madhe me veten. Dhe e gjithë kjo të çon në një rrugtim. Pra faza e parë është momenti kur ndodh një përplasje madhe, egoja fillon edhe të thyet, sepse është momenti i djegjes së egos, krenaria falco bie, vetja e vjetër fillon dhe të bjerë, të gjitha ato gjëra që ti besoje më përpara se të vërteta fillojnë dhe bien. Dhe shumë veta për shembull janë futur rrugtimit të shpirtit, janë futur gjatë pandemisë. Pse? Sepse shumë gjëra për ta urrëzuar, gjëra të cilat ata besonin si të vërteta, dolën që s'ishin të vërteta. Shumë struktura në të cilat ata besonin dolën që s'mund të besonin më në ato struktura. Pra ishin gjëra të cilat u shëmbën shumë gjëra në 2020 gjatë pandemisë. Dhe shumë veta u futën në rrugtimin e shpirtit, nisi udhëtimi i herojt për shumë persona në atë periudhë. Dhe tani çfarë ndodh? Tani kjo është faza ku ndodh një krizë, një humbje. Dhe udhëtimi i herojt nis, sepse si e thash do e lidh
zhvillimin e fazave alkimike dhe me udhëtimin e herojit nga Joseph Campbell. Pra bashkojmë Carl Jungun me Joseph Campbell. Tani jo vetëm Carl Jungun, po dhe jo thjesht Joseph Campbell. Këta janë thjesht dy persona që kanë studiuar këto teori të cilat janë jo qindra vjeçare, po mijëra vjeçare. Dhe çfarë ndodh tani me udhëtimin e herojit, këtu ndodh është thirrja për aventurë. Thirrja të bëhet thirrja për aventurë, nëse ka ndodhur një sfidë, një përballje, ti shpirti jot të therret. Eja thot. Kjo është thirrja për aventurë. Dhe thirrja për aventurë ka edhe refuzimin fillestar. Pra shumë veta kur i bëhet thirrja për aventurë mund të refuzojnë në fillim. Jo, nuk dua të ndryshoj, që është kjo, përpishen që ta zgjidhin sfidën me metodat e vjetra që ata dinë. Kështu që e ndjen thirrjen për ndryshim, por prap ka frikë dhe në fillim pra reziston në fillim. Por është diçka më e fortë, është diçka më e fuqishme, është diçka më e madhe se ty që të tërheq. Dhe ishte një djalë faktikisht që ka qenë në eventin e Prishtinës, edhe ai ngrihet në skenë dhe tregon historinë e tij, se si ishte për shërimin e tij, dhe tregon që në fillim i dilnin videot e mia, edhe i shikonte videot dhe thoshte jo më çajën këto, jo më çajën këto, jo më çajën këto. Edhe i hiqte dhe vazhdonte me gjërat e tjera. Po videot e mia vazhdonin të dilin. Artemisa vetëm më dilte, tha një. Një dy më dilte Artemisa. Edhe pastaj tha çash, që dalë ta shikoj. Domethënë ndodhi refuzimi i thirrjes dhe pastaj ndodhi pranimi i thirrjes për aventurë, i thirrjes për çlirimin e shpirtit. Pranoj për rrugtimin e shpirtit dhe filloi të filloj të meditoj. Edhe opsa bëj një meditim, bëj një tjetër. Edhe filloi pastaj të tregon historinë e tij, se si fillojnë meditimet pastaj ta transformojnë, të ndryshojnë, të ndikojnë tek mendimet, tek emocionet dhe deri pastaj tek çlirimi i trupit. Gjithsesi ajo është histori tjetër, po doja që ta lidhja me faktin që personi edhe mund ta refuzoj në fillim thirrjen. Por kjo nuk do të thotë që nuk do ta ndjek, sepse nëse thirrja ka ardhur, ajo do vazhdoj të vi derisa personi ta pranojë. Atëherë çfarë ndodh tani? Kaloi kalçinimi, ndodhi sfida, ndodhi ajo shkundja fillestare e egos dhe ne tani kalojmë në fazën e dytë. Tani nëse je në fazën e parë, çfarë të bësh të kalosh te faza e dytë? Atëherë para është pranimi i thirrjes, të pranosh, okay, në rregull. Unë do nisem për një aventurë. Do e lë të vjetrën, pra heroi niset për aventurë. Në një farë mënyrë në formë figurative, në për histori, ai lë qytetin e tij dhe shkon udhëton diku tjetër për të marrë dije, për të trajnuar, për të patur një initiation. Dhe nis udhëtimi. Jo domosdoshmërisht duhet patjetër që të ikësh nga qyteti apo nga shteti ku je, por shumë veta ndodh, por që nuk është e domosdoshme, thjesht psikologjikisht i ikën të vjetrës, sikur ti ikën besimi nga e vjetra. Thua që nuk do zgjidh asnjë gjë me të vjetrën. Më duhet diçka e re. Dhe fillon në kërkim të asaj diçkaje të re. Fillon në kërkim të diçka që akoma ti nuk e di se çfarë është. Pra në këtë moment, kur do thirrja një personi akoma nuk e di se ku po e thërasin dhe kush po e thëret dhe për çfarë po e thëret. Dhe se ka ide në këtë moment. Thjesht është në një sfidë, është në dhimbje, po vuan dhe do një zgjidhje. Dhe nis udhëtime. Tani çfarë ndodh? Diçka që dua t'ju them të gjithëve. Dije se çdo gjë është për ty. Nëse në këto momente po përballesh me një sfidë, po përballesh me diçka, me çdo lloj ngarkese që po përballesh, është për ty. Është për ty për të dërguar faktikisht në një rrugtim të hapjes së zemrës. Dhe nëse në momentin që ti ndjek këtë rrugtim të hapjes së zemrës, do i shpjegoj të gjitha ato fazat në të cilat do kalosh. Dhe ato faza, se cila nga ato faza, pastaj në çastin që zemra hape dhe shpirti jot lirohet, ja vlen absolutisht, sepse do kuptosh që sfida që të ndodhi, përballja që të ndodhi, faktikisht ishte për ty, që të lironte ty nga
nga çdo lloj maskë, nga çdo lloj pretendimi, nga çdo lloj sa përpjekje ke bërë për t'i bërë qefin gjithë botës, sa je përpjekur me mishe me shpirt, sa je përpjekur me mishe me shpirt për të dhënë gjithçka nga vetja. Dhe prap e shikoni që gjëra ndodhin, sfida ndodhin, njerëzit duken të pakënaqur me ty dhe gjithë ajo ngarkesë. Prandaj gjithçka vjen për ty, është një thirrje për ty. Është një thirrje për ty që hey, një sekond, çfarë po bën? Ku po dërgon vëmendjen? Eja, sepse ka diçka më shumë. Ka diçka më shumë brenda zemrës tënde. Shpirti kërkon të zgjohet. Shpirti kërkon të zgjohet. Dhe jo se ka diçka, nuk ka asgjë gabim të ndihmosh tjerët apo të jesh aty për tjerët. Për këtë jemi këtu. Për këtë jemi këtu. Për këtë jemi këtu. Dhe kjo jep kuptim shpirtit dhe zemrës tonë. Por jo të lejosh gjithë botën të hip mbi kurisë, jo të lejosh të heqësh dorë nga zemra jote, të heqësh dorë nga vetja jote. Edhe të lejosh abuzime, të lejosh sulme, të lejosh kritika, të lejosh që fajsimet e të tjerëve të rëndojnë. Jo të lejosh këto. Në kurizin ta vetëm për të përpjekur që për t'i bërë qefin. Ti je këtu për veten tënde në radhë të parë dhe pastaj mund të ngresh të tjerët. Dhe mund të ngresh ata që të respektojnë ty. Ata që të respektojnë ty mund t'i ngresh. Pasi ke ngritur veten. Dhe ajo do jetë ngritje e vërtet. Ajo është ngritje e vërtet. Aty e ndihmon vërtet tjetrin. Aty je vërtet forcë tjetrit. Kur ti ngre veten, sepse tjetri është diçka një person nuk ndjen fjalët që ne themi. Ne mund të thuash roman, merr një roman, lexoj një roman nga më të bukurit, lexoj një poezi nga më të bukurat. Nuk ndikohet nga fjalët, po ndikohet nga energjia. Sepse njerëzit lexojnë energjinë, nuk ka rëndësi, thuaj çfarë të duash. Do i harrojnë fjalët. Thjesht do mbajnë mend mënyrën se si ke bërë të ndihen nëpërmjet energjisë. Dhe nëse nuk kemi të plot brenda, nëse na mungon diçka brenda, nëse kërkojmë me ngulm që tjetrin ta bëjmë të lumtur, bëju i lumtur. Tjetri nuk ndjen lumturinë, po ndjen thjesht atë të kontrollit. Edhe thot një sekond po kontrollohem tani dhe friksohet. Kështu që nëse mund të flas pafund për këtë temë, është temë tjetër e live-it, për një live tjetër. Por çfarë ndodh? Po thirresh për një rukëtim, për të çuar të gjithë vëmendjen në zemrën tënde, për të shëruar shpirtin tënd, për të hapur zemrën tënde, për të çliruar përfundimisht nga çdo lloj ngarkese, nga çdo lloj bllokimi dhe nga çdo lloj gjëje që të mban në të kaluarën. Ky është rukëtimi i çlirimit tënd. Edhe duhet një sfidë e madhe, sepse shumë veta në atë moment që ndodh sfida nuk e kuptojnë, por më vonë pastaj kur shirohen thonë vërtet Artemis, mua më duhej një tronditje e madhe sepse isha zhytur aq shumë, doja me patjetër, kisha hequr dorë nga vetja, kisha lejuar të tjerët të musulmonin, kisha lejuar botën të më tregonte se çfarë të bëja, isha robruar. Shumë njerëz më kanë thënë që isha robruar. Dhe ajo sfidë në një farë mënyrë sigurisht çliroi. Dhe i lejoj pastaj që ata të jetonin jetën që ata donin. Dhe të nisnin këtë rrugtim. I lejoj ata që të linin pas të kaluarën. Sepse për ndryshe pa atë sfidë, në një farë mënyrë sfida është dhe si një lloj justifikimi në thonjza që në rregull kam këtë sfidën dhe tani varja. Është plotësisht e justifikuar. Përse ka kaq shumë raste shërimi të tumoreve, përse në atë çastin që ata i thonë i varja jetës së vjetër. Sepse ka shumë raste që janë studiuar, pra raste të ndryshme që kanë patur një jetë të ngarkuar, ndoshta bënin një punë që nuk e donin, ndoshta silleshin, vinin një maskë për t'i bërë qefin të gjithëve, edhe pastaj marrin lajmin e tumorit, edhe thonë, wow, tani varja. Unë do mendoj për veten tani. Do mendoj për tjetrin, për të bërë qefin tjetrit. Jo, varja, heq maskën, tak, heq gjitha maskat. Sillesi vetja e tij e vërtet. Punën mund ta lër ose thjesht nuk e vret më mendjen, bën diçka tjetër që ka qef, fillon
fillon udhëton, fillon sillet ashtu si ai e ndjen më mirë, normalisht në mënyrë të respektueshme, por që çlirohet komplet. Dhe çfarë ndodh? Shërohet pastaj. Ka kaq shumë raste shërimi të tumoreve të këtyre personave dhe kur i kanë intervistuar kanë thënë që un kam thënë varja. Nuk jam këtu për t'i bërë qefin asnjeriu, nuk jam këtu për as të fajsuar nga njëri, as për të sulmuar nga njëri, nuk e kritikoj më veten, nuk e fajsoj më veten, e kanë përqafuar veten me dashuri, e kanë bërë automatikisht. Pra këto janë raste që studiohen, që janë njerëz që e kanë bërë thjesht me një inner knowing, me një dije të brendshme. Kanë lënë çdo gjë, varje kanë thënë, dhe do nis një jetë ashtu siç më pëlqen mua dhe kanë nisur një jetë ashtu siç për ata përshtatej, për shpirtin e tyre përshtatej. Pra, që jo ashtu siç kishte thënë bota, po se ata donin të jetonin. Dhe kur ata filluan të jetonin si shpirti i tyre donte të jetonte, atë nuk kishte më arsye pse sëmundja duhet të qëndronte aty. Sepse ata u transformuan komplet, iku çdo zinxhir që i mban të lidhur. Atë sfida është një bekim. Në qoftë se e përdor, po duhet ta përdorësh. Tani si ta përdorësh? Kalojmë te faza e dytë. Kjo ishte faza e parë, që ndodh sfida. Faza e dytë është shkrirja. Tani çfarë ndodh? Egoja, se e kam këtu, egoja shkrihet dhe e pavetëdijshmja del në sipërfaqe. Këtu ti kupton se ka emocione të shtypura, se ka besime të kufizuara. Dhe këtu është faza që personat fillojnë dhe punojnë me shërimin e fëmijës së brendshëm. Këtu është momenti që ti nis të punosh, të shërosh emocionet nga e kaluara, të lirohesh nga besimet të kufizuara dhe pra çfarë të bësh që të kalosh nga faza e parë tek e dytë, fillo puno me shërimin e fëmijës së brendshëm. Është menaxhim emocional. Dhe në mënyrë paralele me udhëtimin e heroit është kalimi i pragut. Pra çfarë ndodh? Heroi e lë botën e vjetër dhe futet në një botë të re. Dhe fillon të zbuloj faktikisht se çfarë ka në këtë botë të re. Dhe fillon edhe bën pak atë krahasimin bota e vjetër me botën e re. Dhe shikon se pikërisht këto emocionet e shtypura, besimet të kufizuara, sepse kur ti futesh në një botë të re, gjithçka që është e vjetër del akoma më shumë në pah. Çdo gjë del akoma më shumë në pah. Kupton shumë më shumë nga vetja. Dhe në këtë botë tani të re ka emocione të reja, ka ndjenja të reja, ka përjetime të reja. Dhe fillon procesi i shërimit. Tu nis procesi i shërimit. Pra kjo është puna, faza e dytë është shkrirja, ku egoja shkrihet dhe pavetëdijshmja del në sipërfaqe. Është puna me fëmijën e brendshëm. Tani faza e tretë është ndarja nga papastërtitë. Faza alkimike. Këtu tani çfarë ndodh? Bëhet dallimi midis asaj që ka vlerë dhe asaj që nuk ka vlerë. Bëhet dallimi midis iluzionit dhe të vërtetës. Bëhet dallimi midis vetes së vërtetë dhe vetes falco, apo egos. Bëhet dallimi midis asaj që ti do në të vërtetë dhe asaj që bota të ka detyruar të bësh. Kjo është një fazë shumë e rëndësishme. Dhe kjo fazë ndodh pasi fillon dhe mediton, fillon punon me fëmijën e brendshëm, fillon kupton ku e ke shtypur veten, çfarë emocionesh ke shtypur, mund të kenë kritikuar, të kenë sulmuar, dhe ke shtypur veten, një ndjerje pa pranuar, pa dashuri, pa mbështetje, dhe i kupton të gjitha këto gjëra. Dhe kupton që faktikisht ke filluar dhe të krijosh një ambient pastaj kur rritesh, fillon të krijosh një ambient rreth teje që është i ngjashëm me ambientin kur ke qenë e vogël. Fillon të kritikohesh ndonjëherë pa arsye, fillon të sulmojnë, fillon ka pa mbështetje, ndihesh vetëm. Dhe thua si ka mundësi. Dhe ky është një fazë tani zbulimi. Fillon të dhe zbulon që prit një sekond se lëndimet e mia të brendshme që kanë manifestuar në botën time të jashtme. Dhe fillon kupton që fillon thua që lëndimet e mia të brendshme, unë që kam përpjekur me mishe me shpirt, që këto lëndime brenda me t'i fshe. Që këtë ndjesi pa mjaftueshmërie, thua që
Kupton se jam pas që kanë përpjekur të vendos një mask, që kanë përpjekur të bëj qefin të gjithëve, që kanë përpjekur që ta shtyp të ndjenjë pa mjaftueshmërie, duke ndjekur rrugë që nuk janë të mia, duke ndjekur këshillat e të tjerëve që s'kan të bëjnë fare me mua. Dhe pas kanë përfunduar duke bërë një jetë që as nuk e dua. Dhe këtu ndodh një realizim. Pra, realizimi është kalimi pastaj nga faza 2 te faza 3. Pra nga faza 2 që ti po punoj me fëmijën e brendshëm, si të kalosh tek treshi, të kalosh tek treshi duke kupto se çfarë është e vërtet për ty. Çfarë është e vërtet për ty? Cili është e vërteta e shpirtit tënd? Çfarë është e vërteta për ty? Dhe cilat janë gjërat të cilat ti në një farë mënyre ke pranuar të bësh për hir të botës, e ke detyruar veten të bësh për hir të botës. Dhe ky është një realizim shumë i fuqishëm, dallimi midis iluzionit dhe të vërtetës tënde. Sepse shpirti prandaj të solli deri këtu, sepse do të tregoj, hej, shiko se brenda teje ka një potencial të jashtëzakonshëm, brenda teje ke një zemër të madhe, ke një shpirt të madh, ke dhuratë. Ti ke një dhuratë brenda teje. Dhe shpirti jot kërkon që këto dhurata shpreta ndaj me botën. Ke nevojë të kuptosh që ke një dhuratë. Pse shumë njerëz nuk e dinë që kanë një dhuratë brenda vetes. Shumë njerëz as nuk e dinë që kanë potencial pafund për të krijuar mrekullinë në këtë botë. Secili nga ju mund të jap kësaj bote diçka. Secili nga ju prandaj je këtu. Prandaj je këtu. Nuk do ishe këtu nëse nuk do e kisha të dhuratë. Dhurata të bën që të jesh këtu. Sepse ajo dhuratë pret që të jepet botës nëpërmjet teje. Dhe kjo faza e tretë është faza që ti bësh i ndërgjegjshëm për dhuratën, për të vërtetën. Sepse çdo gjë që ti ishe duke bërë tani për hir të botës, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërteta jote. Mund të jetë e vërteta e dikujt tjetër, por nuk është e vërteta jote. Nuk është ajo që hap dhuratën. Por rrugtimi vazhdon. Çfarë ndodh këtu tani? Pra zbulon veten tënde autentike. Fillon të heqësh maskat. Një nga një. Dhe heroi, çfarë ndodh me heroin gjatë këtij rrugtimi, ai fillon të takon dhe mentor. Heroi takon mentor të ndryshëm, fillon të trajnohet dhe përballet me pasqyrat, me manifestimet e jashtme të së brendshme së tij. Dhe fillon të mësoj tani se kujt mund t'i besoj dhe kujt jo. Dhe heroi, për herë të parë, gjithashtu fillon të thotë jo. Të thotë jo. Dhe të zgjedh veten, të zgjedh për veten e tij. Fillon të thotë jo gjërave të cilat nuk je ti. Normalisht do thuash jo aty ku mundesh, sepse jo gjithmonë mund të themi jo dhe jo direkt dhe jo kaq shpejt mund të themi jo. Kështu që gjithmonë brenda mundësive e shikon se ku mund të thuash jo, se ku mund të zgjedhësh veten dhe puno që çdo ditë të jetës tënde të mund të zgjedhësh veten më shumë. Puno drejt asaj që ti çdo ditë të jetës tënde të zgjedhësh, të mund të zgjedhësh veten më shumë. Dhe ajo që ndodh, pra ne në këtë fazë tani është faza që ndërgjegjësohemi. Ndërgjegjësohemi është dhe pjesa e pasqyrave. Pasqyrat, kur heroi përballet me pasqyrat, kupton se kanë qenë pikërisht ato lëndimet e brendshme që janë pasqyruar edhe në botën e jashtme. Ajo mungesa e mbështetjes që ka ndjerë dikur është pasqyruar edhe në mungesë mbështetje, qoftë në familje, qoftë në punë apo në shoqëri. Dhe për shumë lëndime të tjera, ai e dallon dhe bëhet i ndërgjegjshëm që këto janë pasqyruar. Dhe thjesht në mënyrë të tillë që unë të mos ta ndjej dhimbjen e këtyre lëndimeve, që mos ta kuptoj se çfarë lëndimesh kam brenda meje, atëherë unë thjesht kam vendosur maska, mbrojtje. Dhe këto maska fillojnë të bien. Dhe ti fillon të takosh veten tënde të vërtet. Ajo që ndodh tani është faza e 4. Është bashkimi i pjesëve të pastra dhe ndodh integrimi. Pra në fazën e 4, faza e 4 e alkimisë,
Pra në një farë mënyrë neve po marrim ato metalet e rënda që në këtë rast janë ato emocionet negative, emocionet e ulta, dhe duke i përpunuar, do i ktheni në ar. Dhe ari është lumturia, është gëzimi, është çlirimi dhe është fuqi e madhe e transformimit në një mjeshtër për krijimin e realitetit. Dhe kështu që faza e 4 tani është bashkimi. Fillon dhe bashkon të gjithë pjesët e pastra. Fillon dhe ke zbuluar pjesë të vetes tënde gjatë rrugtimit, ke zbuluar pjesë të vetes tënde, tani te 4 i bashkon. I bashkon dhe i pranon me dëshuri. Është pjesa e pranimit të pjesëve. Dhe bashkë me Marvinin e kemi shkruar edhe tek libër ditari Krijo jetën e re, ka një kapitull të veçantë për pranimin e pjesëve. Gjithashtu tek libër ditari ka kapitull të veçantë për alkimizimin e emocioneve. Ka teknika të veçanta se si alkimizohen emocionet. Mund të punoni çdo ditë për alkimizimin e emocioneve, për rrugtimin e heroit, për manifestim. Pra libër ditari të gjitha këto faza i ka të integruara, sepse është e rëndësishme që ti ketë integruara, pasi ky është thelbi i zhvillimit të shpirtit, thelbi i hapjes së zemrës. Atëherë çfarë ndodh? Është pranimi i pjesëve. Pra ti fillon dhe të pranosh veten. Të pranosh veten me dëshuri, çdo pjesë të vetes tënde. Fillon e zbulove, pasi e zbulove që për shembull tek pjesa te treshi, pasi zbulove pasqyrat, pasi zbulove bëre dallimin midis iluzionit dhe të vërtetës, cili është çelësi tani që të kalosh nga treshi te 4. Se unë po them dhe çelësat për të kaluar nga një fazë te tjetra, se shumë veta ngecin në një fazë për shumë kohë. Nuk është nevoja të rish për shumë kohë në një fazë, normalisht që ka momente kur mund të ripërsëritet cikli, pra ka momente që mund të edhe të rikthehesh për shembull te dyshi, ka momente që mund të punosh prapë me fëmijën e brendshëm, ka momente që rikthehesh sërish te një fazë më përpara. Por po flasim në parim. Çfarë ndodh për kalimin nga treshi te 4? Nga treshi te 4, ajo që të bën të përparosh nga treshi te 4 është që pasi e ke dalluar cilat janë pjesët brenda teje. Për shembull, brenda teje mund të jetë një pjesë ndihet e papranuar, ndihet e refuzuar, dhe ka reagime të forta emocionale kur i ndodh një refuzim në botën reale. Një pjesë ndihet e kritikuar dhe ka reagime të forta kur kritikohet në botën reale. Pra, pjesë brenda nesh që janë lënduar, ato pjesë kanë reagime të forta dhe është e vështirë ti pranosh me dëshuri ato pjesë që kanë ato reagime aq të forta. Nuk është kaq e thjeshtë, por është çelësi i përparimit, është çelësi i zhvillimit të shpirtit, i alkimisë. Dhe është pikërisht kjo gjë që ne bëjmë në retreat, në trajnime, është të pranosh me dëshuri, dhe unë e kam përmendur këtu bashkë sa herë kemi përmendur, e përmend edhe në për meditime, prano me dëshuri. Çfarë është prano me dëshuri dhe me ndjenjë? Të pranosh veten tënde, ato pjesë të tua brenda teje që janë lënduar, por që reagojnë, kanë reagime të fuqishme dhe është e vështirë të pranosh që brenda teje ka një pjesë që reagon kaq shumë. Dhe kjo pjesë reagon kaq shumë jo vetëm që ndihet nga të tjerët, dhe të fut ndonjëherë në ca situata të sikletshme, po ndihet djegja këtu brenda në trup. Dhe kjo është përse është kaq e fuqishme kur ti jep pranim dhe dashuri, sepse ndodh një proces alkimik, ndodh një shkrirje, ajo djegje që ndjen brenda vetes tënde, ai siklet i madh që ndjen brenda vetes tënde. Në momentin që ti jep pranim me dashuri, ato pjesë shkrihen dhe bashkohen me njëra tjetrën. Ndodh një proces i vërtet alkimik. Dhe kjo çfarë të thotë kjo? Sepse për ju që ndoshta më ndiqni tani për herë të parë, unë jam dhe mjeke, punoj në kërkim shkencor, dhe unë këto gjëra dua edhe të shoh në sensin praktik. Pra jam një person praktik, dhe çfarë kemi bërë me Marvinin, kemi matur valët e trurit, dhe ky bashkim me valët e trurit duket faktikisht në elektroencefalogram, ku truri, sistemi nervor, të gjitha valët e trurit bëhen një dhe bashkohen me njëra tjetrën. Kemi parë çastin kur personi bën pranimin me dashuri, integrim të plot të vetes, pranim të plot të vetes,
atëherë gjithë sistemi nervor bëhet një, sepse më përpara valët elektrike të trurit ishin shumë të çorganizuara. Kjo përkthehej në ankth, në mendime negative, emocione negative, dhe në momentin që ndodh kjo fazë bashkimit, valët bëhen një. Dhe normalisht nëse personi futet edhe më thellë në meditim, fillon edhe zhvillon në sistemin nervor val gama. Valët gama janë supra konscienca, supra ndërgjegja. Personi lidhet me një ndërgjegje më të lartë, lidhet me veten e tij të vërtetë. Dhe kjo është një lidhje e cila e kemi përmendur dhe herë të tjera, aktivizon një fuqi të re brenda teje, aktivizon aftësi kognitive, aftësi për të marrë vendime, aftësi të menduarit, të ndjerët janë më ndryshe, procesim emocional, kontrolli emocioneve. Pra fillon ky është momenti që ti fillon të bëhesh mjeshtër. Akoma nuk je bërë mjeshtër, po fillon të bëhesh mjeshtër. Dhe këtu pranimi pjesëve është pikërisht fillimi që të bën mjeshtër. Dhe fillon të ndihesh i plot, fillon të ndihesh i vërtet. Dhe pra heroi në këtë rast i afrohet shpellës së brendshme. Shpellës së brendshme dhe përballet me të vërtetën më të thellë për veten e tij. Dhe pranon me dashuri plagët dhe i kthen pra veten e tij që është plagosur. Jo se nuk pranojmë mendime, nuk është se pranojmë emocione negative. Ne thjesht pranojmë veten tonë. Ne kemi me veten, se kemi me gjë tjetër. Dhe i kthen ato në forcë dhe bën paqe me të gjithë pjesët e vetes së tij. Tani e kaluam fazën e 4 dhe pra ndërkohë që unë flas, edhe ju po mendoni se në cilën fazë jeni. Nga faza e 4, ne tani shkojmë te faza e 5. Dhe faza e 5 është fermentimi. Pra pasi ke pranuar pjesët, pasi ke bërë pranime dëshuri, ke integruar pjesë të ndryshme të vetes tënde, ndihesh i plot, ndihesh i vërtet, ke hequr maskat, ndihesh autentik, tani fillon fermentimi, fillon fermentohesh. Çfarë do të thënë? Lind diçka e re. Ti fillon të marrësh frymëzohesh, wow, do bëj këtë. Fillon të kesh një qëllim më të madh në jetë, fillon të marrësh ide më të mëdha. Dhe idetë shpesh vijnë nga vetja jote më e lartë, vijnë nga burimi, vijnë nga burimi. Është sepse jeti është e vërteta jote, është frymëzimet vijnë pikërisht nga dhurata jote. Dhurata jote fillon të aktivizohet. Është piknisja aktivizimit të dhuratës tënde. Sa po ka nisur aktivizimi i dhuratës? Dhe çfarë ndodh tani? Heroi kalon sprovën më të madhe, që lëshon veten e vjetër dhe integron veten e re. E lëshon të vjetrën dhe integron veten e re. Tani lëshimi i të vjetrës faktikisht filloi të ndodhte që me pranimin e pjesëve. Që me pranimin e pjesëve filloi heroi të lëshonte të kaluarën, po këtu e lëshon përfundimisht. Dhe merr vendim të fuqishëm. Që unë nuk do ndalem në rrugtimin tim, nuk ka ndalje për mua, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi çdo lloj gjëje që të më ndodh, çdo lloj fjale që të dëgjoj, çdo lloj ngjarje që të më ndodh, nuk më ndal në rrugtimin tim, sepse unë kam zbuluar të vërtetën time, jam lidhur me zemrën time dhe e di shumë mirë, jam ngritur në energji, kam marrë frymëzime, jam lidhur me veten e vërtet. Pra ndodh një lidhje me veten e re. Heroi merr vendimin për të nisur rrugtimin e krijimit të realitetit. Sepse ka punuar me veten, e ndjen që e meriton, ka punuar me fëmijën e brendshëm, ka lëshiruar emocione, ka pastruar sistemin nervor, dhe tani është gati. Po çfarë ndodh? Pra, po si të kalojmë nga 4 tek 5. Për të kaluar nga faza e 4 tek 5, fillo që të lidhesh me intuitën. Mund të bësh disa meditime për të lidhur me intuitën dhe fillo të marrësh frymëzime, fillo të frymëzohesh çfarë ke dëshirë të bësh, çfarë ke dëshirë të realizosh. Pra, kalimi nga 4 te 5 është të lidhesh me ëndrat e tua, me dëshirat e tua, me gjërat që ti do të krijosh, do të manifestosh. Dhe të lejosh pastaj të vinë frymëzime dhe ide të reja. Tani do kalojmë nga 5 te 6
se s'kemi mbaruar akoma. Ju do thoni 1 sekond Artemis. Pranuam që të lidhemi me veten e re, filluam të marrim frymëzime, pranuam pjesët tona, punuam me fëmijën e brendshëm, ka akoma faza. Ka akoma faza. Dhe këtu është pjesa që faktikisht do ju ndihmoj shumë. Do ju ndihmoj shumë të kuptoni edhe procesin që po kaloni, sepse shumë nga ju po e kalojnë këtë, shumë nga ju që kanë nisur rrugtimin po e kalojnë këtë fazë, dhe do ju ndihmoj që ta kuptoni. 6 është distilimi. Distilimi, po distilohesh. Çfarë është distilimi? Distilimi është përsëritja e pastrimit. Pra heroi ose alkimisti e përsërit pastrimin. Pra pasi ka ndodhur një herë pastrimi, pasi ka ndodhur një herë çlirimi, ndodh çlirimi më i madh, normalisht që ai është më i vështirë, më i madh, më voluminozi, por që në mënyrë të tillë që energjia e re të integrohet, në mënyrë të tillë që edhe plagë edhe më të thella të shërohen përfundimisht, është e nevojshme një fazë distilimi, ku heroi kalon edhe një herë ku procesi i pastrimit përsëritet. Pra, çfarë ndodh? Mundet që ende të dalë sërish një emocion i vjetër. Edhe pasi mund të ti mendon që e ke shëruar atë emocion, mendon që e ke shëruar për shembull ndjenjën e fajit, e ke shëruar ndjenjën e fajit, mund të ndodh një situatë që ti ndihesh në fajt dhe thua, "Ua, pse? Unë e shërova ndjenjën e fajit, pse doli sërish ndjenja e fajit?" Aty mund të kujtohesh dhe thua, "Ok, në rregull, jam në fazën e distilimit." Dhe duhet të jemi të vëmendshëm në këtë fazë të distilimit, sepse është e rëndësishme që ti ta bësh sërish procesin e pranimit të vetes. Çfarë do të thotë? Të japësh vetes pranim me dëshuri, sepse është një pjesë e jotja që ndihet e lënduar, që ndihet e fajsuar, dhe ke nevojë të rikthesh sërish tek ai fëmijë i vogël brenda teje, ta përqafosh fort, ti thua jam këtu për ty, është çdo gjë okay, nuk ka faj, nuk ka gabime, dhe ta përqafosh veten thell, edhe më thell se çfarë e kishe bërë herën e parë. Të shkosh në zemrën tënde akoma më thellë se çfarë kishe shkuar herën e parë. Të hapet zemra jote akoma më shumë, të ndjesh dashuri pa kushte edhe më shumë, sepse ka gjithmonë më shumë. Dhe në këtë lloj forme bëhet e qëndrueshme, pastaj integrohet plotësisht. Integrimi i plot si duket nga ana biologjike. ADN-ja fillon të ndryshon, gjenet e reja fillon të aktivizohen tek ty, sepse ti fillon këtë proces ke filluar ta bësh tani automatikisht, e pranon veten me dëshuri. Dhe qelisat e tua tani fillojnë të ndjen në gjallëri, të ndjen në paqe, ADN-ja fillon të transformohet. Janë vënë re mbi 4000 gjene fillojnë edhe aktivizohen në trupin tonë. Kur ne nisim këtë proces të transformimit dhe vazhdojmë atë, gjenet e reja qëndrojnë aktive dhe prodhojnë proteina proshëndetit, antiinflamatore, antikancerogjene, është jashtëzakonshme. Dhe është publikuar nga së fundi, është publikuar një studim me mbijakët, që a tregova herës së kaluar, ka ndodhur kaq shumë ndryshime të jashtëzakonshme biologjike në trupin e njeriut gjatë meditimit. Dhe kur unë flas meditim, pra është meditim transformues kur personi futet e kthen vëmendjet e vetja dhe jep vetes pranim me dashuri, e përqafon gjithë veten e tij, i përqafon gjithë pjesët e tij, aktivizon dashurinë pa kushte, lidhet me vizione, lidhet me një vizion më të lartë, sjell frymëzime, pra fillon edhe aktivizon ndjenjat e larta. Dhe këtë gjë do bëjmë bashkë në meditim. Ajo do bëjmë bashkë sonte është që ne në meditim do lidhemi me mjeshtrin që ti je destinuar të bëhesh. Ti je destinuar të bëhesh një mjeshtër një jetës tënde, një mjeshtër që krijon, që manifeston, që ka fuqi të plot mbi realitetin e tij, që mundet plotësisht të transformojë mendimet, emocionet në trupin e tij, dhe një mjeshtër i cili duke transformuar emocionet mundet dhe ka fuqi që ti kthej ato emocione në energji. Dhe do lidhemi me këtë vizion, me vizionin e një mjeshtri. Ju do lidheni me vizionin e një mjeshtri. Pra, kush je ti si mjeshtër? Ti në fund të rrugtimit do shikoni veten tuaj në fund të rrugtimit alkimik.
veten tuaj, të zhduruar në një mjeshtër. Dhe ajo që do bëni, do ndjeni energjinë që ka. Dhe do lidhemi me ata energji. Dhe në momentin që ti e ndjen energjinë tënde si mjeshtër dhe e sjell në trupin tënd, nuk e keni idenë se sa shumë përshpejtohet procesi. Dhe është okay, dhe është plotësisht okay ta përshpejtosh procesin. Sepse në natyrë proceset janë të ngadalta. Prandaj ndonjëherë është e nevojshme të japim një çik gas. Dhe është plotësisht në rregull ta përshpejtosh procesin. Dhe kjo është forma se si ne e bëjmë. Të ndjesh energjinë e një mjeshtri i cili ti je tashmë në fund të këtij rrugtimi. Të ndjesh dashurinë që ti ke për veten, të ndjesh falënderimin që ti ke për veten tënde, të ndjesh falënderim për veten tënde tani, nuk e ke sepse vetja jote së ardhmes, ai mjeshtër që ti je i destinuar të bësh, a nuk mendon se ka falënderim për ty? A nuk mendon se të falënderon thellë me gjithë shpirt të falënderon që ti po bën këtë punë që po bën? Sigurisht që po. Dhe do e ndjeni atë falënderim që ai ka për ty. Që ai version ka për ty. Do e ndjeni atë falënderim, do e ndjeni atë dashuri. Sepse ajo që ti po bën është e jashtëzakonshme. Rrugtimi alkimik është një nga rrugtimet më sekrete të historisë së njerëzimit dhe nuk ka qenë kaq i përhapur. Rrugtimi alkimik nuk është ndjekur ndonjëherë nga shumë njerëz. Shumë pak veta të përzgjedhur e ndiqnin këtë rrugtim sepse shumë pak veta e dallonin që një sfidë ishte aty për ta. Dhe ajo sfidë që i ndodhte ishte një proces initiation, inicim në anglisht. Për shembull, si nga ne ka përjetuar një initiation në jetën e tij. Për shembull, Dr. Joe Dispenza, initiation për të ishte aksidenti që ai pësoi një aksident kur ishte 24 vjeç dhe e gjithë shtyllet e kurizore u dëmtua rënd. Mjekët i thanë që ti nuk do ecësh më dhe ai ka shëruar shtyllën e tij kurizore. Thjesht duke u lidhur me burimin, duke lejuar që burimi të punonte mbi shtyllën e tij kurizore. Dhe ka bërë një premtim, ka thënë që inteligjencë hynore, dashuri infinite, burim, quajeni si të doni. Nëse ajo që unë po bëj në këtë momente, vërtet ma shëron shpinën, atëherë unë, ka thënë ai, do i dedikoj gjithë jetën time kësaj gjëje. Do i dedikoj gjithë jetën time që do e përhap dhe do e zhvilloj këtë si punë mes njerëzve. Dhe premtimin ai po e mban, sepse ai u shërua dhe ai tani ishte një 24 vjeçar i cili kishte ndodhur një inishim dhe kishte nisur rrugtimin e tij të herojit. Kështu që dhe tani ja ku është duke transformuar, duke shëruar mira njerëz. Kështu që rrugtimi alkimik është një rrugtim i cili faktikisht në një farë mënyrë edhe i përzgjedh personat, kështu që mund të ndihesh me fat, edhe pse kur je në mes të sfidës, kur je në mes të fortunës, kur ajo gjithçka që ti besoje deri tani po shëmbet, është e vështirë. Unë e kuptoj që është e vështirë. Po prandaj edhe shpërblimi pastaj është shumë i madh. Shpërblimi është shumë i madh, sepse kur ti imagjino, kur ti e kalon këtë sfidë që po te kalon tani, e imagjinon se sa fuqi ka brenda teje, imagjinon se sa krenari do ndjesh për veten tënde, se sa fuqi do fitosh, se sa energji do çlirosh brenda teje. Shpërblimi pastaj është shumë i madh. Dhe shpirti në një farë mënyre që të marrë atë shpërblimin, kush është shpërblimi? Shpërblimi është të bëhesh mjeshtër i realitetit. Shpërblimi është që ti të krijosh realitetin, që ti të manifestosh, që ti të krijosh, të përjetosh bollëkun e jetës, bollëkun e shëndetit, bollëkun e familje, bollëkun e gjithë shkaje që ti je këtu për të përjetuar, të përjetosh dashuri në shpirt, liri në zemër. Dhe këto gjëra që unë po them, nëse sepse ndoshta shumë njerëz i dëgjojnë dhe i shikojnë si të largëta, janë reale, po ti vërtet po ta mendosh që një sekond se nëse vërtet këto gjëra fitohen, ky është një shpërblim i madh. Po shpirti që ka ardhur këtu për të marrë të shpërblim të madh, në një farë mënyre edhe donte ta meritonte.
se është e njëjta gjë kur je në palestër dhe merr ato peshat e rënda dhe arrin që ti të stërvitesh, të ngresh ato pesha, të fuqizosh trupin dhe ndihesh krenar për veten. Ndihesh krenar për veten, sepse përndryshe thjesht po të ishte dhuruar një trup i mirë, i fuqishëm, i rregullt, nuk do ndjeje asgjë, ndërkohë që sepse thjesht do ishte natyrshme për ty, okay, e kam. Ndërkohë që në qoftë se ti përpiqesh ditë pas dite, ngre ato pesha dhe trupi jot pastaj fillon fuqizohet, fillon edhe gjallërohet, atëherë ndihesh krenar me veten. Dhe kjo është në momente ai mjeshtër që ti je në fund të këtij rrugtimi, është shumë krenar me veten, shumë krenar me ty. Dhe të jetosh me këtë ndjenjë brenda një shpirt i kënaqur. Ti je shpirt i kënaqur me mundin që ti po bën, me përpjekjet që ke bërë. Të thuash, okay, çdo gjë që në umë më përpoqja u shpërblye. Dhe të ndjesh krenar me veten me ato që ke bërë. Është e jashtëzakonshme. Imagjino të jetosh një jetë kështu. Prandaj shpërblimi them është i madh dhe prandaj rrugtimi është i vështirë, pikërisht se shpërblimi është shumë i madh. Tani po ja vlen. Është një rrugtim që ja vlen. Është një rrugtim i cili faktikisht po ta shikoni fillon dhe shijohet, vetëm ajo faza e parë ishte me spec, po pastaj fillon edhe shijohet. Meditimet për shërimin e fëmijës së brendshëm, okay, njerëzit derdhin shumë lot, po sa shumë dashuri që çlejnë për veten e tyre, sa shumë falënderim që ndjejnë për veten e tyre. Pastaj çdo fazë ka të veten, çdo fazë ku ti kupton veten tënde, shkon thellë në zemër, takon veten tënde, momentet ku ti ndjen pranim dhe dashuri, bashkon pjesët e tua, sa gëzim dhe lumturi që ka secila fazë e këtij rrugtimi. Është një mrekulli në të cilën ti po ecën tani. Pra është jashtëzakonshme. Dhe pra si thash, gjashta ishte distilimi dhe heroi në këtë moment rilindë sërish, kësaj radhe i transformuar edhe më thellë. Dhe tani do arrim tek faza e 7, pra si thash Chelsea për të kaluar nga faza 5 te 6, pra faza e 5 ishte kur ndjesh i frymzuar, ke një qëllim dhe fillon dhe përpiqesh. Chelsea është vazhdo përpiqu për ëndrat e tua, mos nguro. Mos nguro, se shumë njerëz ngurojnë të përpiqen për ëndrat e tyre, se thonë, o bobo do më ndodhi ndonjë gjë, mos nguro. Përpiqu për ëndrat e tua. Ec, përparo, ec, ky është rrugtimi jot. Edhe në qoftë se dalin ndjenja negative, punë e madhe, ti e di se si të përballesh me to, ti e di se si të pranosh veten me dashuri. Ti e di tani që shpërblimi në fund të këtij rrugtimi është kaq i madh. Puno për ëndrat e tua, kush do punoj për to, por nuk punove ti. Dhe ato ëndra janë aty për ty, ato ëndra do të thërrasin gjithmonë, ta dish që ato ëndra do të thërrasin. Ta dish që jeta, pse shumë njerëz të përpiqen se thonë, është e vështirë. Jeta gjithsesi është e vështirë. Është e vështirë dhe për ato që rin në divan. E dini se sa e vështirë është thjesht të rish në divan? Është shumë e vështirë. Personi fillon edhe ndihet keq me veten, nuk shprehet, nuk bën asnjë gjë. Është e vështirë, çdo gjë është e vështirë. Si të ngrihesh edhe të punosh edhe të përpiqesh për veten është e vështirë, ashtu edhe të mos bësh asnjë gjë është shumë e vështirë, sepse fillon dhe të ndihesh akoma më keq. Domethënë nuk ka rrugë të mesme. Dhe thjesht do zgjedhim se cila është e vështira që ne zgjedhim. Po ky rrugtim, nëse ti zgjedh të punosh për veten, të ndjekësh ëndra, të përballesh në një farë mënyre me çdo emocion brenda teje, të japësh pranim dhe dashuri, kjo e vështirë, pastaj kthehet në shpërblim. Pastaj kthehet në krenari. Pastaj kthehet në fuqi, kthehet në gjallëri. Kjo shpërblen, kjo rrugë shpërblen. Dhe prandaj ti je këtu dhe ke vendosur ta ndjekësh, sepse ti e di, shpirti jot e di që kjo rrugë shpërblen. Dhe shpirti jot e di që ka ardhur për të ndjekur këtë rrugë. Dhe prandaj kalojmë te 6 dhe pastaj nga 6 kalojmë te 7. Chelsea për të kaluar nga 6 dhe 7 është e ecësh përpara, pavarësisht edhe po doli ndonjë emocion negativ, mos thua bobo ktheva mbrapa, tani do ri në vend numëror. Jo. Vazhdo rrugtimin, je në fund. Je gati ke arritur. Mos ndalo. Jemi te 7. 7 çfarë është koagulimi. Pra koagulimi quhet. Dhe këtu krijohet guri filozofik. Çfarë ndodh? Ky është ndriçimi i shpirtit, zgjimi shpirtëror, hapja e zemrës plot e zemrës. Ndodh lirimi përfundimtar i shpirtit dhe ti e kupton në këtë moment që ti je dritë,
ti je dritë e kësaj bote, ti je këtu për të krijuar dhe në këtë moment ti e kupton plotësisht se çdo gjë që kërkoje jashtë e ke brenda dhe çdo gjë që mund të krijosh jashtë do krijohet brenda dhe ke për ta parë në botën jashtë. Dhe këtu është çasti që ti bëhesh mjeshtër i realitetit tënd. Dhe këtu është faza kur heroi rikthehet me eliksirin. Eliksirin i cili është dhurata për botën. Ky është çasti që ti rikthehesh. Rikthehesh në botën fizike, jo se ke ikur diku, thjesht e themi në mënyrë figurative, por rikthehesh në sensin që fillon të bësh diçka të re, të shfaqesh ndryshe, të shfaqesh njëri tjetër, i transformuar, dhe të shfaqesh me diçka të re, me eliksirin, që është dhurata jote për botën. Dhe shumë persona zbulojnë, dikush zbulon një talent, një aftësi, dikush hap një biznes, dikush fillon nis një karrierë të re, dikush ngjitet në karrierën ku tashmë është. Pra, për secilin është e ndryshme, por shfaqen ndryshe në botën fizike. Mes njerëzve, ata duken ndryshe. Mes njerëzve, ata tani kanë një energji tjetër. Mes njerëzve, ai mjeshtër që je ti, tani ke një energji tjetër. Të tjerët të ndjejnë ndryshe. Fjala jote ka më peshë, sepse ti ke kaluar peshat e rënda. Dhe ajo fjalë që ti thua, njerëzit i transformon, sepse ata ndjejnë peshën e fjalës tënde. Dhe ndjejnë peshën e çdo gjëje që ti ke kaluar në jetë. Dhe ndjejnë në një farë mënyrë. Ti u përçon atyre fuqinë e shpirtit tënd që ka kaluar dhe ka ngritur ato pesha. Dhe i mundëson pastaj të gjithë ti ngrenë dhe ata peshat në jetën e tyre. Dhe i tregon se është e mundur, është plotësisht e mundur. Dhe ky është përfundimi i procesit alkimik, guri filozofik, mjeshtër krijuar. Atëre, jemi gati të gjisim meditimin. Ju kam këtu? Atëherë po i hap komentet një moment. Kështu që ky është rrugtimi një jete. Ky është rrugtimi një jete. Dhe besoj që ju ka ndihmuar që ta kuptoni pak a shumë ku jeni. Besoj që ju ka ndihmuar ky rrugtim është një rrugtim në të cilin ti je nisur për ta përfunduar. Dhe është një dhuratë e madhe faktikisht që ti i ke bërë vetes tënde. Sepse ke për të përjetuar mrekullinë në jetën tënde, hap pas hapi, dhe ja vlen absolutisht. Atëre, në rregull. Ju kam të gjithëve këtu? Atë do nisim. Do nisim me meditimin, unë po hap pak muzikën. Pra do lidhemi me si bëhet që kur je në të gjitha fazat nga pak, mundet që të jesh në fazën e distilimit. Pra faza kur ndjesh sikur je në të gjitha fazat nga pak, është faza e distilimit, sepse faza e distilimit sikur ripërsërit disa cikle për t'i bërë më të qëndrueshme ato cikle. Për të bërë më të qëndrueshme ato urtësinë brenda teje, forcën edhe çdo gjë që ke mësuar për ta bërë më të qëndrueshme. Atëre, po fillojmë me meditimin. Po hap edhe pak muzikën. Pra do lidhemi, ajo që do bëjmë, do lidhemi me energjinë e vetes tënde në fund të rrugtimit alkimik. Do shikoni veten tuaj se si jeni transformuar në fund të këtij rrugtimi alkimik. Dhe pastaj do ta integrojmë. Do ta integrojmë në trup, do ta integrojmë në çdo qelisë të qenies tonë. Do imagjinoni gjithashtu atë dënën se si ndryshon brenda jush. Atëre.
jemi gati. Ju puth. E po e mbyll edhe kamerë. Ullu në një pozicion të rehatshëm. Dhe mbylli syt. Mbylli syt një moment. Dhe dua të them disa fjalë. Ndërkohë që më dëgjon, merr frymë thellë brenda dhe jashtë. Brenda dhe jashtë, e ndjej të gjithë vëmendjen tënde si vjen. E gjithë vëmendja jote vjen në zemrën tënde në krahëror. Dhe në këtë moment, në zemrën tënde, thuaj dhe ndjej. Në këtë moment, në këtë çast, unë jam krijuesi i realitetit tim. Dhe e di që krijoj me dashuri. Edhe nëse realiteti im mund të ketë pasqyruar vetë dijen tim, unë ja pranim me dashuri. Dhe unë përdor çdo sfidë, përdor gjithçka në jetën time. Në këtë moment unë pranoj të përdor çdo përballje, çdo sfidë, çdo humbi, çdo ngjarje në jetën time përdor për të përparuar, për përparimin e shpirtit tim, për hapjen e zemrës tim. Dhe unë falenderoj. Unë falenderoj. Në këtë moment, në këtë çast, unë e di se jam këtu për një arsye. Jam këtu për një arsye. Shpirti është një rrugtim të veçantë. Shpirti është në rrugtim e hapjes së zemrës, e krijimit të një mjeshte. Një mjeshte i cili çdo fjalë që thotë është krijim, një mjeshte që manifeston nga dashuria, një mjeshte që transformon çdo pengesë në një mundësi të re. Ky është rrugtimi im. Ky është shërimi im. Dhe e di se gjithçka që ka ndodhur në jetën time më ka sjell këtu. Që unë të lidhe me fuqinë time, me forcën time, të hap zemrën time, dhe të ndjej dashurinë pa kusht. E di që burimi më udhëzon. Jam i sigurt, i mbrojtur, i mbështetur, gjithmonë kam qenë. Dhe prandaj jam këtu, sepse lutja ime mori përgjigje. Lutja ime mori përgjigje. Ky është rrugtimi im. Ky është rrugtimi im i hapjes së zemrës, i lirimit të mendjes, i zhvillimit të imagjinatës dhe i krijimit të një realiteti të ri. Unë jam mjeshtër i energjisë, mjeshtër i fjalës, mjeshtër i emocioneve, i mendimeve, mjeshtër i veprave të mia. Po e pranoj këtë fuqi tani. Po e pranoj. Pranoj të eci në këtë rrugtim, pranoj të krijoj në këtë rrugtim. Dhe pranoj të krijoj nga dashuria. Sepse është dashuria që më solli këtu. Është dashuria, një dashuri e madhe. Një dashuri e madhe më solli këtu. Për veten, për familjen,
për gjithë botë. Është dashuria që më solli këtu. Unë krijoj nga dashuria. Unë jam drita. Unë jam drita e kësaj bote. Jam lumturia e krijimit. Le të hapet rruga. Le të hapet rruga. Dhe le të nis rrugtim im. Ky është rrugtimi im. Ky është shërimi im. Jam gati. Jam gati. Faleminderit. Faleminderit. Dhe tani në këtë moment, nisi me meditimin. Mbylli syt dhe merr frym thellë brenda dhe jashtë. Me ritmin tënd, ngadalë, dhe ndjej një val relaksimi në gjithë trupin tënd. Ndjeje trupin si lirohet, lëshohet, çlirohet krejt. Dhe vendose vëmendjen në zemër. Ndjeje zemrën tënd. Ndjeje zemrën tënd. Lësho në të. Lësho në zemrën tënd dhe prano me dashuri. Dhe thuaj zemra im, jemi në një rrugtim bashk. Jam këtu me ty. Dhe do jem gjithmonë. Ndjej në zemrën tënd. Pranim me dashuri. Lësho thellë e më thellë. Dhe ndjej në zemrën tënd dhe si fillon të buroj dashuria. Nga zemra jote fillon të buroj dashuria. Fillon të buroj falënderim. Lësho edhe më thellë në zemër. Relakso edhe më thellë në zemër. Dhe imagjino se po shkon për te, po lëm mbrapa të kaluar, mendim, veten e vjetër, po lëm mbrapa iluzion, besimet e kufizuara, po lëm mbrapa gjithçka. Dhe po lëshohesh në një aventurë të re, thellë në zemrën tënd. Zemra im, udhëtimi ka nisur. Dhe futesh thellë e më thellë në hapësirën e zemrës. Sa më thellë që futesh, aq më shumë dashuri ndjen. Një dashuri të madhe pa kushte që të mbështjell. Dhe lëshosh thellë e më thellë në një hapësirë infinite pa fund. Dhe në këtë moment, në këtë çast, imagjino përpara teje, imagjino përpara teje veten tënde në fund të këtij rrugtimi. Për çdo person rrugtimi mund të jetë ndryshe. Dhe ndoshta ti ende nuk e di se si do jetë rrugtimi jot. Mund t'jesh në fillim, mund t'jesh në mes, mund t'jesh gati nga fundi, nuk ka rëndësi. Sido që t'jetë, në fund të këtij rrugtimi, në fund të gjithë punës që po bën me vete, në fund të gjithë shkaj, gjithë sfida, gjithë pasqyrimet, gjithë puna me besimet që po bën, me emocione, shërimi fëmijës së brendshëm, krijimi emocioneve të lartë, dashurisë, falënderimit, gjithë shka që po krijon brenda teje. Ajo që ndodh është në fund të këtij rrugtimi ti transformohesh në një mjeshtër i realitetit, mjeshtër i krijimit, mjeshtër i fatit,
Shikoj. Dua që ta shosh veten tënde në fund të këtij rrugtimi. Si e transformuar në një mjeshtër i cili krijon realitetin e tij. Krijon, manifeston. Shikoj si ka mendimet, emocionet, veprat. Ndjeje fuqinë e madhe që ka ky mjeshtër. Ndjeje forcën që ka, fuqinë e fjalës së tij. Fuqinë e veprave të tij. Ndjeje. Përjetoj. Mendo në këtë moment, në këtë çast. Në këtë moment, si do ishte? Si do ishte ti ishe mjeshtër i jetës tënde? Në fund të këtij rrugtimi tashmë je. Imagjinoja je një mjeshtër i realitetit tënd, një mjeshtër i krijimit. Wow, mjeshtër po krijon dhe po manifeston. Po manifeston mrekullinë në jetën tënde, po transformon jetën tënde, po transformon trupin tënd, familjen, shoqërinë, karrierën. E gjithë jeta jote është plot bollëk në të gjitha aspektet, i lirë në të gjitha aspektet. Bollëk në financa, bollëk në dashuri, bollëk në shëndet. Ke manifestuar gjithçka dhe po manifeston. Sërish dhe sërish dhe sërish. Dhe po mahnitesh nga ajo që po sheh. Shikoje veten tënde në fund të këtij rrugtimi. Je transformuar në një mjeshtër. Ka fuqi në trupin tënd, ka shëndet, ka forcë, ka gjallëri. Shiko sa i lirë je në zemër, i çliruar plotësisht, po ndjek veten tënde autentike, i lirë nga iluzionet, i lirë nga mendimet negative, i lirë nga pretendimet e shoqërisë. Je ti që po krijon realitetin, je ti që po krijon ambientin rreth rrotull teje. Ndjeje këtë energji, ndjeje këtë fuqi brenda teje, këto fjalë kanë energji, ajo që po sheh ka energji. Ajo që ka ndodhur ka energji, ky mjeshtër që po sheh ka energji. Ajo që ka bërë ka energji. Ndjeje energji në këto fjalë. Ndjeje energjinë në këtë mjeshtër që po sheh. Ka energji. Shiko. Dhe ndjeje energjinë që ti ke në fund të këtij rrugtimi. Është energji e re. Është energji shërimi, është energji bollëku, është energji dashurie, është energji transformimi. Ndjeje energjinë që mjeshtri ka. Është një energji sigurie plot, vendosmërie plot, fuqie plot, që ti krijon realitetin tënd. Është një energji që ky mjeshtër ndihet i sigurt, i mbrojtur, nuk pret nga jashtë. Sepse e di që gjithçka e krijon nga brenda. Prandaj siguria, mbrojtja, mbështetja i buron nga brenda. Wow, ndjeje gjithë energji. Dhe imagjino tani që ky mjeshtër po afrohet drejt teje. Dhe sa më shumë që afrohet, ndjej tani falenderimin që ka për ty. Ndjej dashurinë e madhe që ky mjeshtër ka për ty. Ka dashuri për ty, ka falenderim të thellë për ty. Të falenderon me shpirt për gjithçka që ke bërë, për gjithë rrugtimin që ke ndjekur. Të falenderon, ndjeje falenderimin, ndjeje dashurinë. Dhe imagjino që afrohet së bashku me gjithë energjinë që e shoqëron. Afrohet edhe më shumë, sa më shumë afrohet. Aq më shumë po ndjen energjinë e gjithçka që ka arritur. Po ndjen energjinë e një mjeshtri. Po afrohet, sa më shumë po afrohet, po ndjen falenderimin e tij, dashurinë që ka për ty. Je ti në fund të këtij rrugtimi. Ti ke falënderim për veten, ti ke dashuri për veten. Afrohet dhe versioni jot tani në fund të këtij rrugtimi është afruar dhe është përpara teje dhe të përqafon fort dhe ti e ndjen energjinë tënde që ke në fund të këtij rrugtimi si një mjeshtër i krijimit.
Ndjej energjinë edhe më shumë. Përjetoj. Dhe imagjinoj e këtë energji. Mjeshtri kthehet në dritë të pastër dhe si energji depërton brenda te në çdo qelisë të trupit tënd. Dhe ushqen çdo qelisë me një energji të re transformimi. Një fuqi e madhe është brenda teje tani, një forcë e madhe, trupi gjallërohet, ADN-ja aktivizohet. Gjenet e reja aktivizohet. Shijoj. Një energji e re erdhi tek ti. Është brenda teje. Në çdo qelisë të trupit tënd. Në çdo qelisë. Në çdo in, në çdo organ. Është në zemë. Je në paqe. Në zemrën tënde ka paqe, në zemrën tënde dhe ka falënderim. Ka falënderim brenda teje. Vendosi duart në zemrën tënde. Vendosi duart në zemër. Dhe falëndero. Si një mjesht. Falëndero veten tënde. Për gjithë punën që po bën. Për gjithë shka që po sjell. Për dashurinë që po sjell. Për energjinë e re, për frymëzimet, për idetë, për rrugtimin që ke nisur. Falenderoj e vetë. Je në rrugtimin më të bukur. Të zbulimit të dhuratës tënde. Ke një dhuratë për botë. Dhe mjeshtri e ka zbuluar. Mjeshtri që është brenda teje ka zbuluar. Tashmë ti e di. Dhe nga ky moment, rrugtimi që do bësh, do jetë edhe më i bukur. Rrugtimi që do ndjekësh tani do jetë edhe më i jashtëzakonshëm, edhe më i fuqishëm. Rrugtimi që do ndjekësh tani, do ndjekësh plot pasion, plot frymëzim, plot qëllim. Sepse ti e di se ka më shumë. Ti e di tani se ky është rrugtimi i shenjtë i shpirtit, i hapjes së zemrës, i lirimit të shpirtit. Dhe në atë moment, në atë çast, kur ti lidhesh me burim dhe dhurata aktivizohet, një jetë e re nis. Ka më shumë. Ka shumë më shumë. Shijoj këtë energji brenda teje. Shijoj këtë energji dhe nga dal. Kur ti jesh gati, mund të hapësh sytë në një botë të re, si njeri, krejt i ri, me energjinë e një mjeshtri. Hapi sytë tani. Hapi sytë, është një jetë e re, është një krijim i ri. Energjia e një mjeshtri është brenda teje. Është brenda teje. Shijoj. Shijoj në zemër, në mendje, në shpirt, në trupin tënd. Dhe vazhdo me rrugtimin. Kudo ku të jeni, në çfarëdo lloj faze të rrugtimit që të jeni, vazhdoni me rrugtimin. Është rrugtimi i shpirtit. Dhe çdo shpirt i madh në historinë e njerëzimit e ka ndjekur këtë rrugtim. Dhe ka sjellë mrekulli në këtë tokë. Dhe ti je i destinuar të sjellësh mrekulli në këtë tokë. Nëse je këtu. Nëse je këtu. Je këtu të sjellësh mrekullin. Nëse je këtu. Tashmë ja ke dalë. Ja ke dalë. Dhe rrugtimi është për ta zbuluar se si ja ke dalë. Je duke e zbuluar.
moment pas moment, qast pas qast. Shpirti jot po fiton urtësi, zemra jote po hapet gjithmonë më shumë. Trupi jot po fiton fuqi. Dhe në fund, do jesh krenar me vetë. Në retrit, kur kishim retritin, i cili titullohej Mjeshtra të fatit. Ata mjeshtra në fund, pjesëmarrësit, në fund u transformuar në mjeshtra të fatit të tyre. Dhe një mjeshtër ecë në këtë rrugtim dhe transformon gjithçka. Si një alkimist i vërtet, transformon frikën në guxim, transformon inatin në dëshuri, transformon çdo emocion të ulët në ndjenjat më të larta, më hyjnore dhe më fisnike, sepse një mjeshtër jeton në fisnikëri. Dhe çdo moment që ne bashkë takohemi, ne kujtohemi që kemi ardhur këtu të jetojmë një jetë fisnike. Dhe duke jetuar një jetë fisnike, afrohemi më shumë me përfundimin e rrugtimit. Jeni të jashtëzakonshëm. Ja dolëm plotësisht. Bravo grupi. Jeni të jashtëzakonshëm. Dhe është diçka që ndërkohë që ne jemi në këtë tokë, ndërkohë që ne jemi këtu, kur ti bëhesh mjeshtër e realitetit, kur ti sjell dhuratën tënde në këtë botë, do duash pasaj që të dhuratë ta përhapësh sa më shumë. Do duash që të dhuratë, me dhuratën tënde, të ngresh sa më shumë njerëz, të transformosh sa më shumë, të zgjerohesh sa më shumë, dhe ti të transformohesh në një nivel gjithmonë më të ri, sepse ka filluar të shijoj. Faleminderit. Jeni të jashtëzakonshëm. Jeni të jashtëzakonshëm. Atëre mbajini mend rrugtimin e shpirtit, është një rrugtim. Dhe të gjithë ne bashk, si komunitet, si grup, jemi në rrugtimin më të bukur. Dhe sonte, me të gjitha ato sekretet alkimike që ndava me ju, dhe janë vërtet sekrete alkimike, sepse në kohët e lashta, ato ndaheshin vetëm nëpërmjet filozofëve më në zë, mes dietarëve më të mëdhenj, mes shkencëtarëve të Egjiptit të lashtë. Pra janë vërtet sekrete alkimike. Dhe shpirti në një farë mënyre tek ti ka vendosur që të inicioj në këtë rrugtim. Dhe kjo është një dhuratë e madhe. Prandaj edhe respekto dhuratën dhe jetoje të gjithë jetën tënde. Ec në këtë rrugtim me fisnikëri. Dhe shiko se ku mund të hapësh zemrën, ku mund të shërosh më shumë shpirtin. Sepse ke për të krijuar mrekullinë e jetë. Jeni të jashtëzakonshëm, jam krenare me të gjithë ju. Jemi një komunitet që ngrejmë njëri tjetrin, transformojmë njëri tjetrin, duke transformuar thellë veten tonë. Atëre, bashkë do shihemi sërish, do t'ju lajmëroj sërish për live-in e radhës. Kemi patur shumë kërkesa në fakt për trajnimin e ri që ka nisur, dhe duke nisur nga ky moment është e vështirë që të pranojmë më tepër regjistrime, sepse vendet janë plotësuar. Po jam pafund e lumtur për të gjithë ju që keni patur kaq shumë dëshirë për të nisur me trajnimin me ne, po gjithsesi në 6 javë do t'i kemi sërish edhe në tetor, pra do ketë prap 6 javë trajnim online edhe në tetor, pas retritit, kështu që do keni mundësi edhe atëre. Ju dua pafund, ju puth fort, edhe gjithashtu do t'rregoj edhe në story apo në postime se çfarë po ndodh me grupin privat, se çfarë po manifestojnë, se çfarë po krijojnë. Janë njerëz të jashtëzakonshëm, jam gjithashtu krenare me ta sepse ka nisur një rrugtim, po punojnë çdo ditë me teknika, me meditime të fuqishme, po punojnë çdo ditë për të shëruar fëmijën e brendshëm, për të manifestuar diçka të re. Dhe do e ndaj atë energji edhe bashkë me ju. Jemi të gjithë bashkë në këtë rrugtim. Ju dua pafund dhe do dëgjojmë sërish. Natën e mirë.